Marrëdhëniet e Skënderbeut me venedikasit kanë qenë për herë të vështira, pikërisht sepse ati disa herë do i duhej t'i bënte lëshime një superfuqie të kohës, sikurse ishte Venediku, por në krahun tjetër, shumë hera ju kundërvua Republikës së njohur. Sjellim sot një relacion shumë interesant, ku vetë Senati miratonte një vendim në të cilin kërkoi që Skënderbeu ose t'i lëshonte danjën, ose për ndryshe do të eliminojë fizikisht. Në relacionin i cili mban datën 26 i shtatit 1448, Senati urdhëron Andrea Venierin që të shkojë në Arbëri, pra në Shqipëri, dhe të bjerë dakord me guvernatorin venedikas të Shkodrës, Paolo Loredano, për mënyrën që duhet të ndërmarrin që të ndalet Gjergji Kastrioti Skënderbeu. Sipas tyre udhëzohet që mund të merret parasysh zbritja e Teukreve prej venedikasve. Turqit thjeshin ndryshe edhe si Teukri ose Trojan, dhe të kryejnë sulme në dëm të Skënderbeut, që është cilësuar si i pabes, dhe të dërbohet jo vetëm nga Arbëria, por prej botës. Mëtej në relacion thuhet se edhe nëse turqit nuk do të zbrisnin për ta bërë këtë, duhet të shkonte personalisht Venieri tek ai dhe t'i flasë për miqësinë e hershme dhe të madhe që Senati mbante me tatin e tij, Gjon Kastriotin, dhe që vazhdonte ta mbante me të madhërishtmin Gjergj Skënderbeu, por edhe vëllezërit e tij, dhe që admiron në përpjekjet e tij, duke e konsideruar si birin e vet. Sipas Venediku duhet i tregojë Skënderbeut në mënyrë të butë, edhe të qetë, dhimbja që provon Venediku për dëmet që ai ka sjellë të drejtave të Republikës, dhe duhet aftojnë që të rimënjan përkundër demonstrimit të një trajtimi vjetor në para për të dhe për trashëgimtarët e tij, të cilat nuk do të tejkalojnë shumën prej 1500 dukat. Në relacionin vizohet se në këmbim të kësaj shume parash, Skënderbeuti duhet i ishte dorë prej danjës, pra pjesa e fortifikuar kështjella në rajonin e Shkodrës, por nëse Skënderbeu nuk binte dakord me propozimet që vinin nga Venediku, apo të bjerin në pak pajtese me vetëpërmbajtjen e Republikës, do t'ju hidhej fjalë Pal dhe Nikol Dukagjinit, dhe do t'i jepeshin para që të shkëputnin popullsinë, pa të cilën Skënderbeu nuk mund të bënte asgjë. Pra siç del prej këtij relacioni, Venediku fillimisht kërkon një traktat me turqit në dëm të Skënderbeut, nëpërmjet të dërguar detyrë Venierit, në bashkëpunim me guvernatorin e Shkodrës, Loredanon, të bënin këtë marrëveshje me turqit, që ata të zbrisnin dhe ta sulmonin Skënderbeun. Taktika e dytë për ta bindur kryetrimin e Shqipërisë ishte që nëse nuk do të bënin një marrëveshje me turqit në dëm të Skënderbeut, të shkonin dhe t'i flisnin më të butë këtij të fundit, duke i kujtuar lidhjet e vjetra dhe të mëdha që kishin patur në të shkuarën me familjen e Kastriotëve, me babain e tij Gjonin, sikurse duke i ofruar edhe shumë të hollash që ky të ishte dorë nga kështjella e danjës. Nëse edhe këto dy opsione nuk do të ishin të mundura, atëherë duhet të bënin një marrëveshje me Pal dhe Nikol Dukagjinin, duke i ofruar edhe këtyre para, rreth 500 dukat, në mënyrë që ata të shkëputnin popullsinë arbërore prej Skënderbeut.